Ky akt i rënd është në thelb dëshmi e qartë e urrëties dhe e akmarrjes që kjo qeveri tregon ndaj këtij institucioni që pengoi tentativën për grup shteti me 21 janar. Është hakmarrje primitive ndaj institucionit dhe efektivave që penguan në realizimin e ëndrrës famkeqe për marrjen e pushtetit me dhunë. Kjo është hakmarrje ndaj atyre që mbrojtën rendin dhe institucionet kushtetuese. Kjo është hakmarrje ndaj atyre që me 21 janar mbrojtën shtetin nga Rama dhe tahirët e tij që përfaqësonin antishtetin. Kjo është hakmarrje ndaj institucionet që mbrojtën ligjin. Kjo është hakmarrje ndaj institucionet që mbrojtën ligjin nga tahiri dhe hordit e tij që me 21 janar përfaqësonin egërsisht antiligjin. Kjo ndodh kur në krye të pushtetit është vënë antishteti. Kjo ndodh kur në krye të institucioneve të zbatimit të ligjit emërohet zjarrvendësi dhe dirigjenti i dhunës së 21 janarit. Kjo ndodh kur në krye të institucionit përgjegjës për luftën kundër krimit emërohet njeriu i kapur për fyti nga krimi. Kjo ndodh kur në krye kur ministri skafist emërohet për të luftuar trafiqet. Kjo ndodh kur ministri evazionist emërohet për të luftuar krimin ekonomik. Kjo ndodh kur organizatori i dhunës së 20 janarit është ministër për rendin dhe sigurinë. Kjo ndodh kur njeriu që sulmonte egërsisht efektivët e policisë dhe të gardës së Republikës dhe që me urë zjarri në dorë dilte makinat e tyre dhe hidhte molotov mbi institucionet kushtetuese, sot është drejtues politik i tyre. Dje ne pam një përpjekje për të fshehur të vërtetën, kërcënim ndaj efektivave të gardës në emër drejtësisë, ndërkohë që vetë ai duhet të jetë para drejtësisë për aktet kriminale të 21 janarit. Goditja e rëndë që qeveria Rama kërkon t'i japë gardës Republikës është një dëshmi e qartë e frikës ndaj të vërtetës së madhe të 21 janarit, ku organizatorët, përgjegjësit kryesor të tentativës për grup shteti duan të shtiren si viktima dhe mbrojtësit e rendit kushtetues të shtetit ligjor dhe të institucioneve kushtetuese të shpallen fajtor. Tashmë shqiptarët e kanë kuptuar të vërtetën që vendosja e tahirit në Ministrinë e Brendshme është mbrojtja që zoti Rama po ju jep organizatorëve, skenarizëve dhe zbatuesve të atij skenari famkeq të 21 janarit.